Nuk pritet të ketë rritje drastike të çmimeve të produkteve ushqimore për festat e fundvitit. Kështu u shpreh ministri i Ekonomisë Besar Durmishi në emisionin Klik Plus, duke shtuar se nëse tregtarët rrisin çmimet në prag të festave, do të ndërmerren masa. Sa i përket të gjithë artikujve ushqimor në bazë vjetore, gjendja është stabile. Është ai perceptim i qytetarëve që çmimet janë shtrëtuar dhe janë arsye. Jo, nuk është perceptim, ne ballafaqohemi drejt për së drejti, në bazë të fakteve dhe argumenteve ne veprojmë. Nëse do të hasim ndonjë ndryshim, do thoya drastik, ndonjë rritje drastike të çmimeve sa i përket atyre ushqimor dhe ushqimor me pakicë, posaçërisht në ndrimin e motmoteve në festat e fundvitit, ne do të veprojmë. Sa i përket reagimeve të shumta për zmadhimin enorm të çmimit të vezeve, Durmishi arsyetoi me shtrejtimin e misrit dhe sojës, çmime që përcaktohen në bursat botërore. Ai akuzoi qeverinë paraprake se nuk ka ndërmarrë masa për përkrahjen e prodhuesve vendor. Fillimisht çështja e vezëve, pasi që ndërlidhet me çmimin e sojës edhe të misrit, që janë produkte ushqimore që janë në bursën shtetërore. Në bursën bursën botërore, dhe aty nuk është se ne mundet që të ndikojmë. Domethënë janë bursa ndërkombëtare ku përcaktohet çmimi në bazë të mungesës apo në bazë të ofertës. Ne kemi shumë fermerë vendor, zotëri Durmishi. Po paratë përmenda që jemi duke u përballur me atë pasojë dhe tani më vetëm se ka nisur kampanjë. Në ligjin për përkrahje financiare të investitorëve që do të fillojë të implementohet nga Ministria e Ekonomisë dhe Punës nga 1 janari, është parapar përkrahje financiare për prodhuesit vendor të cilët dëshirojnë të rrisin kapacitetin prodhues dhe prodhuesit që do të investojnë në teknologji. Kjo sipas Durmishi do të ndikojë në rritjen e numrit të punësimeve dhe rritjen e sasisë së prodhimit vendor. Ndërkohë për punësimet, Durmishi tha se janë bërë mbi 2500 punësime në institucione shtetërore dhe mbi 800 avancime.